Ama nuk pa jo shko njerë. Ju nuk e dini se si bohen muçkat, mduket s'keni ngju hala për çuçkat. Mirëmbrëma telespektator të nderuar dhe mirë se na keni ardhur në episodën e 4 të Natcastit po çuçkat. Mirëmbrëma në epimie, falënderit për përkrahjen, falënderit që vazhdoni të na ndiqni dhe mos harroni, në fakt çish tuni boni mo. Dhe mos harroni të na bëni follow në Instagram, Facebook dhe në TikTok. Për gjithë ju që ju mërzitet të futeni në këto platforma që i thot Lili, e në që jo i dhënu ki tjetëri që nuk i përmendi, ju mund të futeni në çuçkat.dale.mk dhe aty gjeni të gjitha. Këto çuçkatatorët sot janë i dhënushëm dhe ju besoj e dini shikues të dashur se sot në rrjetet sociale ka plasur është bërë nami të dashur miq. Pak knatësit në kampin politik të zotëri kësa milionerit ka ndodhur një javë para zgjedhjeve. Në mes të fushatës, zotëri Gjygym Çajani jep dorëheqje nga aktivitetet e tij politike. Është e vërtet zotëri Çajani? Po, zotëni regjia është shumë e vërtet, më se e vërtet. Bile jo më bë pishman shumë për këto aktivitetet që i kom bë bashkë me zotëni Ksamilin. Edhe si që përmenda në presën e pare që të thashtej, dhe me thonë ap dorëheqje të parevokueshme prej të gjitha aktiviteteve politike me zotënin në fjalë. Dhe me thonë distancohem komplet politikisht dhe personalisht nuk e di si ta them. Do me thonë këtë e thonë me plot përgjithësi. Me plot përgjithësi nuk du të ngjoj për zotënin. Veç dusha ta shoh pak kështu disa llafe që dhe ki kërku ballafaqim. Po, kërkova ballafaqim, po i pas kametën e pak ftehir. Bravo, do me thonë për guximin që kamet ballafaqohet me mua. Ftehiri thon sa. Po. Ftehiri thon, po. Hajde se do. Zotëri Joneri, komenti juaj për preskonferencën pak knatësit e zotëri Çajanit. Për këtë rast që ka ndodhi në mes të fushatës është ajo se zotëriu në fjalë është një tradhtar klasik. E tradhton shokun e vet në mes të fushatës. Ju ka lënë në udhkryq, a? Na la në udhkryq me çorapin e grisur. Mirë po, ne vazhdojmë prap rrugës tonë. Nuk heqim dorë ka kjo kandidatura. Se di ai e bën këtë me diçka tendencioze apo me diçka personale ka me mua. Mirë po shprehi se don të distancohet. Unë ja para ftyrës i them se ai kishte dash të distancohet nga mua, nuk do të rinte prap afër me dhe nuk do të kërkonte ballafaqim me mua. Jo, unë kërkoj ballafaqim me ty se du t'i pastroj hesapet zotni, ne du t'i pastroj para publikut. Ja kum ke dhe urdhno pastro çfarë hesapi të kesh. Shiqir çit kom. Shiqir bof. Zotëri Çajani, para se të futemi në debate të thella politike. A ka mundësi për ne dhe për shikuesit ta dim arsyen se ju në emisionin kur shpalosët platformën ishi shumë bukur të koordinuar mes veti. Ku ishte ai sebepi që ju u prishet? Regjia, me thonë drejt kështu u mbush kupa mo. Dhe me thonë u mbush kupa qa është duron njeriu, nuk mundesh ata duroj njeriu, në folte me jashtëkosorët, non stop më mbla mas dore. Kjo ishte dhe me thonë gjatë tër kampanjës, gjatë tër viteve, ditve, dhe si me thonë u mora veshun me jashtëkosorët, unë ja krysha kitë ponët. Qish ponë kryshe te? Po kitë ponët unë t'i sashe. Cëllat poni sashe? Kush i pagunte ato ponët? Kush e do që bijan be? Unë e do që bijan. Ka shkohë njeriu i ka fejt 12 volt, ajo punon me 12 volt transformator, te e keshten 220 volt. Pse i difton te njeriu se si e kom gjek unë e bijem? Pse si difton pse e kom gjek unë e bijem? Po pse e ke gjek? Pse e ke përdor për nevoja toja personale, ke dash në Holland, shkisha pale ku shkysh. Unë shkoj ku du, e ne nuk ka përgjigje ku du. Shkoj, unë e boj e ne ku du shkoj.
Unë e gjojën si e kom bo, si e kom financo. Te i qish kje për ta përdor atë për nevojat tuja personale. Unë atë se kom qartë. More te zotni, ajo te ke buat për poplin për ta përdor, ashtu? Unë e kom përdor para vetë, ta provoj. Mas mije, mas i të bojmë kryetar komune dhe e provone e në popli. Te i qish kje ta përdor. A e shikon? Po te i shkat beja kishe qitë te i bije, sote. Si be te Te i shkat ja kishe qitë, unë pejt kuo qaj me bije. Unë shko dhe kundi te me bije. Si be me bijen? A ka të ta përdorish bijen Lije mos për nevojat tuja personale. Lutem mos manipulon. Për nevojat e veta personale i ajt te që i kishë Unë e përdor. kom drejt ta përdori se unë e financoj në unë e bëj. Po nuk ka magara, jo me struj punon. Ajo me struj punon, po te për mu punon, nuk punon për te ajo. Po unë e për te, po dora më thash që kom punon. Po te që dha e dorhet që s'un Po punosh thash, për po mu. nuk dube ma të shafë, zotri. Vetëm Qetësoni pak, qetësoni. A ndoshta zotri Joneri, ndoshta zotri Çajani e ka përdor bien për të teleportuar në për këshilla vendor dhe për ta mbledhur Unë për votën. fushate kom përdor. More çfarë ti për fushate e ka përdor asnjë pun nuk ka kryer me bien ki vetëm nevojat e veta personale e ka kryer me bien. Dalkom shetet pak. Bjerën greu teshkat ja kishte nes bien. Unë e pash se njeriu e përdorën atë kot e kot. E doxa. O zotni, Thjesht. ajo- Vend që ta gjegja, e doxa unë. Ajo është inteligencë artificiale që teleporton, nuk mund t'i dalin teshkat asaj. Te je një njeri që nuk e din me në nulla në faza ku o zotni. Ne S'ka ke nevojë. fetat gabimisht ti mos më arsjetat që e ke bota se nuk mundesh të mresh mua në ti manipulosh gjithë ato njerëz që qafin. Na resh, na Lije zotni. Unë s'kom pse të trej Ma për nuk një është- gjo që e kom inovo une, Nuk e është- kom financo une, e ne e kom pron shërbim une. Ajo është prona ime që i takon popullit. Po aj mere qo e ke shpeja atë. Po une nuk e, po te mere e kishe qo ke shpeja. Po Deri që këtu unë jap të drejtë zotri Jonerit sepse ajo ende nuk i keni fituar zgjedhjet. Lutem. Kështu që të gjitha ato pajisjet artificiale, kështu me inteligjencë artificiale që i keni, i përdorni ndoshta do doshte ti përdorni për nevojat e fushatës. Njeriu një herë se ka përdor për nevojat e fushatës. Unë akata të shkojnë në Amsterdam Ku e din tebe? për të bo fushat me shokët e mi jashtë toksor. Kur e shoh, as bia e zonët. Njeriu e ka marrë e përdorën, ka shkot lune oksa. S'ka pas ortake? S'ka pas ortake, ka marrë as bien lune oksat me as bien. Unë se di, e në ala si ka ftyrë në publik diftone se unë e kom gjek as bien. O zotni. Nuk e kom gjek pa dëshirë una. Me vetë dëshirë e kom. Me vetë dëshirë. Po. Abe kjo një manipulimi joti një rene, jo që pa kullu që ti do në tamulishat se nuk e din nulla në kua faza. Ajo me trafa punon me 12 volt, te ke fit direkt në stryj. Po lije këtë ma betë se hajde na let i raft bijes. Kur ma qëft ajo? Nuk ka vetëm problemi ati, po problemi ose ti nise të fulish me jashtë toksarët vëlla. Unej se me mu, ma pa, kur e pejt që unej, a i njef jashtë toksarët nuk si njofë, hestash dhe të njoftë, e njoftë njëri unë, ti nuk mu më len me jashtë toksarët bush. Po ti Ku ka be logjik jo? Ka logjik si nuk ka. Si bes ka? Te kush mjoftoi mu me jashtë toksore? Po unë njoftoj. Po te taj pse ato jon me mu, te nuk i e me mu? Ato nuk kanë dhonë dorheqje, me mu jon prap. Te jep dorheqje, unë që qatë se kuptoj. Do me thonë, mbështetja e jashtëtoksarëve vazhdon tjetë Po, pa në tjetër. mesin tuaj. Ka me të bekime me jashtë toksarët, ka me të regjia. Unë kom mbështetje nga jashtë toksorët, mendoj mire mi vesht, si na për fushat, si mendoj në zona tjera, fushat tjera të kësaj kampanjës si e boj, ne mire mi vesh, ato Po. ndihmojnë mua, unë ju ndihmoj atyre. Po, a e dim se ato nuk kanë kandidat. Ato nuk kanë kandidat e ne të shenë këtë këto. E ne ki qishtë thonë jashtë toksarët, ki të shatë po në bon. Po pikërisht këto dusha të dalu na, kanë kandidat jashtëtoksarët në Ove komunën regjia, tonë? që? Kandidati jashtë toksarë. Që e ku e ki? Ne mendoj kemi bashkëpunim, unë jam kandidati i qytetit tim, nuk jam kandidati jashtë toksorëve. Po, ma ato Këto janë shmikjet e mbështesi. ti. Ato mbështesin është javna tajna, si e thujnë. Ajo është Edhe një pyetje kom kur jemi në semi ke jashtëtoksarët. Po, ordo. Do me thonë jashtëtoksarët nuk kanë kandidat toke, ne? Nuk kanë. E mbështesin platformën e zotri Ksamili. Po. Po listë për këshilltar, a kanë? Po pasi që unë jam kandidati pamvarur, ato nuk kanë. Kanë listë për këshilltar. A kanë. Kanë po kise din. Kanë në listë. Po,
Po nuk i kanë treguar këti. Se njeriu, më intereson. njeriu e kullasin si duan vet ato. Do me thonë, zotëri Janeri, kjo më duket e në mu pak e dyshim. Se nëse ju jeni pretendoni se jeni kandidati pavarur. Në të shoh kjo po. Nuk keni listë për këshilltar. Jo. Keni mbështetje nga shtoksorët, të cilët nuk kanë kandidat, por kanë listë për këshilltar. Ajo nuk është në interesin tim personal. Ashtu. Thjesht, unë kam kandidaturën time që përpiqem të bëhem kandidat për kryetar komune. Nuk kam Si të bëhesh me të kandidat komune? këshill, mendoj kandidat për këshillin e qytetit. Edhe pse e luta njeriu të më organizon një këshill për komunën, mirë po Të t'i gjohen janë 23 vetë. ti më gjoja 23 veta. Ja shtoksor të t'i gjajnë ato, a? E përdor të bijem për gjoja pa lidhje, nuk mi gjet 23 veta, edhe sot ka dalë ala kërkon ballafaqim me mu një njeri që sunëm ka gjet 23 veta për këshillin e komunës. Tash është, edhin pak... Si do të gjoj bete 23 vetave për këshillin e komunë? Ajo bete merr me mendën, Pse je te shef shtabi? Pse Pse jo, ishe mos- te shef Po shtabi unë jam shef shtabi, unë nuk i caktoj politikat. Nuk i e Si do mo t'ju shef thjesht shtabi, ishte? nuk i e Nuk mo. caktohet, e di me çish ka bua be njeriu. Shkon, çasi kiti ko marr shënimet, kit mund ndiftoj në vëlla. Po s'ki e po tjetër ç'ish do bësh? Unë kit informata ti kom, çeti kom shkruajtë në çështën ti kom Ej, kit. kit informata Po, ti ki. po i kom se unë jam me përvojzat nej. Po, për vojtë 20 vjet shoki ke pas jashtë tokë. Të lutem, e te mundëm ndiftesh, po unë kom gjek shumë kabla njërë sa te e ke gjek asbijen. Unë një asbije, do që mbone rezil. Atej, Zot nej. që sa vjet kabla i Ah, këtu që gjë. te din Urno, shumë. fol. Që do të fol ishte. Ha. Ndërtimi i portit në fshatin Raçan. Shkon Zotniu, si bilbil atë mjedis njerëzve, i mledh një 50 veta, e një thot, te i thot dhe buesh kapeton, te i thot dhe buesh marinar, te dhe buesh ajtë që shputon ke plazha, njerëzit kanë nis shkojnë në përkurse, njerëzit kanë nis të marrin diploma, as kërkon jo vlla, vardarin si tha do ta çojmë për të më. Njerëzit janë përgatit. I ren ati para 50 vetave ren, fliqën, grep, pjas tërmot e posh. Shiko tash, zotëri Çajani, kjo është fushat, premtimet jepen, dhe do të fitoj besimin e qytetarit për ta marrë mandatin dhe pastaj t'i realizohe. Këto paknaci mund t'i shprehësh, mendoj unë, pas përfundimit të mandatit, nëse zotëri Ksamili fiton, edhe nëse nuk punon, atëherë ti mund të shprehësh paknaci. Unë mendoj se nuk është e drejtë nga ana jote në prag të fushatës të reagosh kështu. O zot ne, unë jam realist. Nuk jeni realist, ju jeni... S'di që t'vu thom tash para televizia. thosh? Nuk ka nevoj, publiku e vlerëson Po, vetë se normal kush se jeni, do ta çfarë vlerësoj, jeni ju. zot ne. Ju në mes të rrugës e lat shokun tuaj në udhkryq, ndërsa une në fshatin Reçan natyrisht shkoj bëj fushatën time dhe unë jam ai që vendos se kush ku do punone. Ti mo të erthron se motrën Niq. se vendova ke zyra atë. Nuk bezot ne nuk iq Po, atë çish është puna? Nuk, si be çish pona? Çish është puna? Shkon me pas para 50 vet, me i thov ju 20 vet dhe bëni mornar. 30, 40, unë e vendos atë. Ajo Nuk mund e mundet kryetar be. komune, a kush është atë? Po mu be m'fkasin në 8 sabat të kit. Te i të fkasin 8 sabah, po Se ti nuk e qel telefonin. Jam takim, jam me një dark, jam me një tubim, jam këto, jam atë. Ato kit ke unë adreson. Ku ti çojun? Ç'shtu bëjon? Po që, e len punën te, ç'ish do bësh? Te i sunë durësh shtypjen. Po s'unë durojnë Ti- presionin. Ti për një gjatë që ndoshën e duroj presion. E di sa presion duroj. Po që sa presion durove për një afë, la e No, postin. kështu nuk. Çfarë presioni durove? Nuk. Çfarë të lutem? Nejse. Që të A mos ndoshta ka këtu një farë konflikti interesi? Natyrisht që Jo, konflikt më interesi që do është. t'i ftene edhe një mesele tjetër. ku Gjithçka është interes. Nuk e di një njeri, tamam, a mund ta bëhe këtë një kandidat për kryetar komune. Jama Cloud. Ishte projekti Jama Cloudit. Është akoma. Po, është. Jo E ishte. ka shtej Jama Cloudin, hajde dhe bëjmë ne një dhe më thonë një inovacion ku jamat dhe t'i qëmë në për cloud me një aparat. Po. Okej. Më fkasin mu krejt ato në punësit e komunalecit, e thot, dhe jesim pa pon. E në tune tu me ndo, thash mërë ato dhe jesim pa pon. Njeriu s'ka dituri. Atëherë duhet unë... Thjesht. Katare bes, am thash se mu të më bësh direktor. Unë thash se te do të bëj direktor. Po si- nëse i fitoj zgjedhje. Ama si Si të pse edhe bën mshiret... petlla për vete para se me sos zgjedhjet unë se di.
Ma jo qëtër pona e Nuk ka qëtër pona të sim ke shku të bisedojsh me nën punësit e shtetit, që ato të punësohen, ose dhe humbin punën ose s'de humbin punën. A be vet në Unë e fkatën. kom bo projektin ku e di se 450 veta dhe punojnë pin shpej. Nuk duhet dalin më në teren, dhe punojnë work home office. Mo ja, ma nuk duhet pastro. Si të pasra? Virtualisht. Me kompjuter dhe ti pastrojnë ato. Po do me thonë, Robotik. Po do me ti thonë, ajo- nuk din. Edhe kërcem para vakut. More unë di shumë mirë. Fatmirësisht që e Po ti do kërkove ta këtë mshilish, ballafaqim. ti do ta mshilish ndërmarrje, e mu më bësh direktor ki komunaleci. Që atë e ki e të qëllimin. Unë mrapa tu ne tu kujto tu, tash ka dalë pak thesi. Ti, a me muqet e të lushme, o zotni Ksamili. Do me thonë, revolta jote shpreh e lirshëm atëherës. Nuk e shpreh unë e lirshëm, se se unë unë se kom- donë se e kom gjeg unë bion ose do një sen tjetër. Se i e frek se nuk do bësh drejtor i komunalecit. Nuk ka lidhje kjo. Unë Po si flirohem nuk ka për lidhje? poplin. Nuk ka problem. Ti mu mlajem mes rrugës poplin, pa e din që shi bën poplin. More zotni, ti nuk e din ka shkon. Ti nuk e din as një farë koncepti nuk kje. Ti më ke fet mu në fesat. Shkojmë shtap ato kitë. Kërkojmë punësime, kërkojmë thot dëmnalet pona, dëmnalet kjo, dëmnalet ajo. Unë të maj përgjithësi për budallallet që toja që folën te me jashtë aksarët. Unë se di si të besova, te ta mash këtë Po përgjithësi. unë nuk e di te si të besova. Unë qeku jam. Përsëri jam kandidat për kryetar. Dil fol se si do t'i realizosh ato fantazia toja me jashtë aksarët. Do t'i realizoj. Me Do t'i ndihmën e realizosh. jashtësorëve, po si. Që do ta lojmë këtë. Ta lojmë këtë. Si no, të losh, i diftove njerëzve, te i se do të bësh drejtor, para More nuk më intereson, unë jam transparent. Unë mund t'jem budall, ama jam transparent. No Job Center. E premtoj projektin No Job Center? Po. Ka marr Gjali Hallës, Gjali Tezës, Gjali Bajanoku Dajës, Gjali Gazës Bajanoku Tezës. Kam lidh njeriu kitë njerëzit e vet, kitë ato në fkasin mu, ishin mbledh kënja 4-500 vet. Kitë familje këti, janë mbledh, mu të më punësish këto, mu Po të më do në familjen tonë dhe ta fesën punë aty. Normal se Çe? të pes familjen time. Që, atër pse i thnosh me mu, kur thamë unë se du të bëm direktor? Unë nuk i dhnova me te. E po ç'isha problemi? Unë ta tërhek vëmendjen se te ju ndajte nga unë. Po si mundet ti fejsish kitë njerëzit toj? Po cëllën Po ku do t'i qemë të njerëzit e qerit? tuj ti fejsi? Po qeret ku do Se t'i si qemë? difton opinionit se kitë gjim se familjes tuj ka inqet baxheneqerit, thërshin tipin pon kjo une, pse si më ura ato, te u revoltove. More nuk ura, nuk më intereson mu ato se si cëll i vinë me rëskun e vetë, ama ti nuk mundesh me vlla Po kitë pse familje përzihesh tonë. ke rësku i familjes tim atë? Po si mundet kitë familja jo t'jen këto të punësot? Halis mundet unë e qeli atë punën. Unë e cëllën du e punësoj. Nuk do të pejstej Te dhe punësoj cëllën. Pa tjetër, po si? Po te kjo No Job Center thot dhe punësoj. Po ki A qishon. shebe regje se këto jashtë taksore që kanë marrë mendin këti. Shefe, unë nuk e di marrëveshjen me jashtëksorët si e ka aja, ma unë me sa e pash në këtë debat, unë do ta difte. në këtë debat shkurt sa është, unë e mendoj se edhe ne si gazetar, kështu kimi informacione, na rrjedhin informata ta në mban. Do me thonë, zotëri Oneri ka kriju në platformën e vet disa projekte. Mirë po, ende pa më mbaro fushata, pa më e fitoj besimin e qytetarëve, ka dhënë premtime për punësime Po. personale. Po. Njerëzve, Po. duke thonë te i do të bëj kështu, te Po, i do të bëj ashtu. i boni kitë, i veshën njerëzit të dellat u bën hazër kitë. Mirë po, ka ona tjetër, unë mendoj gjithashtu se revolta jote vin se në të njëjtën kohë si shef shtabi e ke bot njëjtën me njerëzit e toj. E në ti ke premtu Po ç'ishti punësime. bëjmë më On thonë got. Si bë on got? Si bë on got? On got. Pse bëm çon ti çes zezat taj? Te qitjen e të bardhat. Pse më çon ti çes zezat? Unë thom, "O kryetar, ki filoni fistak." Ha be thoj do ta fejsim çatë ministër. O kryetar, ha be kët, unë thoj ministër. Njëri unë shkoj mor 7 pal hotellat i veshë. shkon gufesh na për qajtore, na për restorane, thue unë do të festim po. Te nuk mpetën mu. Te kur të vi pona, voja mbith, si i thujmë ne këti muhabetit, fkatën mu o kryetar, o kryetar. Si be ashtu? Nuk ka si ashtu. Te shkon vu premton njerëzve. Faktikisht te e ke dikto para fushatës se ne shef kjo është turp ç'ish ndodhen. Do të Si thonë be para ashtu? fushatës ne ta bëjmë këtë muhabetin, as unë jam zgjedh kryetar, as te je bo as një sen. Faktikisht zgjodhe më bosh as një sen se dhe ishe shefi shtabit tim. Te i shkon premton e në mvin akuzon mua se unë i pas kom punso ato të mejt. Faktikisht si kom punso ato tujt. Më i punsoj unë të mejt, te i di punsoj se tujt. A nuk ishe beteja që më tha ke mualla jem, erdh të ubim ke mualla jem, erdh njeri u tha,
zotri gjykim tha, mund të premtosh të mund të propozosh sa do se unë rej mas tje, mas mi e rejnë jashtë toksarët. Po Që ç'ki zotniu? Ti a usos zgjedhja. Po nuk A se osos. mbajt, a më dha e mu te periudhë kohore që unë ta mbaj fjalën që ta dhash te. More ku do t'i qysh gjithë ato njerëz? Po unë di be ku do t'i çoj? Po nuk e dim Po be na ti se emosh. s'ke punobe ti ku e din ti sefte vin me një kupare, vin kandidat. Po si? E ne dëbuhet. Nuk bën be me magjia ato o zotni. Ato bohen. Si bën? Halis bohen. Nëse zbohen me fjalë të mira, bohen me grusht tavolinës. Si bohen. Zotni, ti duket se ta kanë marrë mendin një shtoksarët. E ne duhet ta qëm, mendoj se është mirë ta qëm dhe një uoçka. Po partner strategjik be i ka. I ka partner strategjik. Se kupton. More mendje. partner strategjik ato i japin flat këti nuk e di si duket vetveçja. Unë I ja ka i boj skijave. bien shkonen Mars, Jupiter, Neptun, çotej se njeriu shkon çajtare, të lunë Oksan. Po në qajtareve se unë rej me poplin. Vota merret ke popli, po ti nuk mteket. Ti nuk mteket se ti mëso me kitë kushtet hazër. Nuk e hek, një ditë gjeza nuk i ke pa. Boj hinta i kompanja. Regjia nuk ka. Unë mendoj se ju kini pak kënaqësi zotri se i keni thonë shumë Kosovës para zgjedhjeve. Do të thonë, as te je kryetar, as te je direktor, keni premtuar nomin e punësimeve, a ende nuk kanë përfunduar zgjedhjet. Po është e vërtet. Do të thonë, aq shumë i keni besuar vetes se do bëheni se që keni nisë ndanjen e punësimeve. Ajo, unë s'kam eksperiencë ke kjo çështje. Njerëzit kanë shkuj kanë praj odellat. Abe hazër janë bë kit, fkatën syt sa Azer bana. jo mbo, kit. Kupton? Se unë nuk Po çebe ku e kisha kom eksperiencë, mesazhin e unë- amikut thot kur sosin zgjedhje thot du të vi të bëhem tip ka ajo zyra e direktorit i ke premtuar njeriu kot direktor. Çish ti bëjun këtij taj? Unë A ka ne bile më thot a ka nevojë të nefi dhe nisan. O vlla më gushton njeriu s'di ku ta çoj. Mo kjo strategjia e zotërion More çish jo, strategji. strategjia që ma ka mësuar ky me shokët e vet jashtë toksor, se unë si kam ditë këto. Unë More nuk thash unë ti. këtë strategji se solla unë e gjeta në mesin e këtyre. Kupton? Mu më thanë premtoni sa më shumë, normal që të fitojmë vota. Kur ajo doli se këto premtime bën kam veç, unë e premtime veç, edhe pse unë nuk jam i njoftuar ke kjo sfera e politikës, se unë kam qenë një person privat. Ti Nuk ke kam qenë një qenë person une- që ke pas kupa me biznise parë. private jo. Po ma. ne duhet bëhem, ajde, tom tektet kanë çoj jashtë toksarët, do të bëhem pak kryetar komune. Ti mendon se ashtu mund të bësh kryetar Më falë, komune? zotri Joneri, kom një pyetje shumë strategjike Urdhon. dhe do me thanse për ju. Ju jeni një afarist i moqëm, shikir zotit kushtet i kje, pare kje si budal. Kush ta bëni mendën te të futesh në ujrat politike? Pyetje e parë është kjo, në pyetje e kësaj, jo, ai që ta ka bë mendën, Hashimi me një sy. Ata ka sugjeru e në ekipën, shefin e shtabit, PR, marketing, Mund të përgjigjem. po, lirisht. Sa i përket ambicjes për të bërë kryetar komune, qysh prej fëmijërie, si luajshim me stërgjysherit e mi në ishullin Cullak, unë e kam pas ambicje Goli ato i thonë, o selak. Si do qoftë, është shif. Ignorant, e i pa tregon informuar. nivelin e vet të ulët, tash unë si një banor i ishullit Cullak nuk përdori kështu fjalo. Mos hym te ajo privatësivi tash se nejse. S'ka kuptim, shumë S'ka nivelin kuptim. alti, nivelin ngretët. Unë kam pas ambicje prej fëmijërie që të bëhem kryetar komune. Atë mund t'i Ke pyesni qenë edhe, ambicios. po, ambicios, mund t'i pyetni edhe të afërmit e mi, familjarët, dhe me thonë si fëmijë unë kam pas, kom thonë kur do rritem do bëhem kryetar i komunës. Po si do qoftë mu së ishte dhonë mundësia ma para. Rasisht, mund të ishulli erdhi një anije me jashtë toksot, ku une ula me ata, së bashku me stërgjysherit e mi. Çish ju e folin jashtë kësaj? Gjuhë private është. Me shifra binar, 1 dhe 0, kombinime, shkojnë ashtu. Tash. Ju kompjutarësh. Ashtu. 1 0 1 0 1 0 000. 1 1
Si do qoftë, është diçka që se kupton zotëriu. Po nuk Edhe te pse e e njifte. kupton. Edhe Nuk pse te e e njifte, kupton. unë se disha. Mirë po, unë e kom informata se ai kanë kontaktu me ato jashtëzakonisht. Po. Si do qoftë, unë u takova me ata. Se ka pas gjunane. Është e vërtet. Ordno, fol se kom kjo për të fol. Unë mas disa takimeve me shokët e mi jashtëzakonisor, ram konkluzion se unë jam ai i zgjedhuri për kryetar komune që dhe të kandidoj në qytetin tim. Mirë po, ato më dhanë një kusht. E ke pa tjetër, nëse don të bësh kryetar komune, do shkosh te familja Çajani, edhe dhe takosh gjygymin, edhe me atë bashk dhe ta zini këtë punën. Ashtu. Edhe une normal me përkrahjen e atyre, shkova e takova këtë zotriun këtu si rinë se s'du t'ja përmes as emrin. Dhe krijuam atë që e patjavën e kaluar, dhe me thonë ne shpallëm fushatën, hol, u takuam me jashtëzakonorët, bila ai ka qenë prezent te shumica e takimeve me jashtëzakonorët, edhe ishte pro për këtë punën. Po për XY apo 1-0 arsye se di se ki din ato shifrat binare ma mirë se e thatë ju di, sa gjunane merri i ti. ka. Njeriu, mes rrugës, i ndërpreu mendoj ato bashkëpunimet tona, bile don të më qese mua keqke jashtëzakonorët, mirë po Mos une... është kjo një lojë e difisht se ki punon mas shpejne me jashtëzakonorët që ti opi zgjedhje. Shife, gjithçka është e mundshme. Gjithçka është e mundshme, mirë po une jom veren do smërt. Une krejt jap, jashtëzakonorët nuk jap. Nuk ka Që asem. dhe ngrej njerë për te. Fresko. Është e mirë që me luleve se më la për shtypje. Shumë Ambalazhi. Me Mendoj është një Karpuza pije me. jashtëzakonore. Alizi jashtëzakonore. Ka një për muqë atë i spas. Nuk, A gjeti i ka pe njeri. Ti kanë lon, a dje, ke qyshi. Jashtëzakonore. No. Njeriu A janë vërteta këto që i thot njeriu? Nuk janë vërteta. Qerek kam janë fakte vërteta. për këto. Ka një është e vërtet se ki ka vetëm një seno e vërtet. E vërtet është se njeriu kit kushtet i ka pas, Po, është kit e të mërat e dinjon si ka, qish ka met, duhet bëj emën, duhet bëhem kryetar. Kush ka me vlla kryetar? Pse me vlla do të bësh kryetar? Qish duhet bësh kryetar? Po, amën, si mas zotri Jonerit, propozimi ka erdhë pi jashtëzakonorëve. Ato e kanë inicu këtë kandidaturë të këti me kusht që të bashkëpunohen me te. Unë Do- këtu- Akuzat të rënda janë të zotri që janë. Zotni, ato e kanë shef që ti mi qartë keni sen, mo ka të në të i pyqe ti bësh tendencioze, këto Nuk është tendencioze, akuzat kjo e është rënë, realiteti gjan. se- Ato të kanë se ato e din se vetëm unë e mund të të ofroj një punë, pa lodhje e në një punë sinqert, ku me pjët informacione mund të bëj ti kandidat e në mund të bëj në kryetar komune, a më revesh? Ka të njifshin ato ti. Po una jemo kam njofin ato Do mu. me thonë këtu është krejt pyetja. Si mundet prej gjithë atyre njerëzve që ekzistojnë rruzullin toksor, ato të ofrojnë te i ke une. Do me thonë une këtu dyshoj. Dyshon, Jo dyshoj, po unë mendoj se te ke pas shumë para mi e bashkëpunim me jashtëzakonorë. A si mundet ato të afrojnë te ma shumë se sa mu shtaj? Te ajo po unë interesi. Është punë Kanë interes. shtrejt te i sa të kanë shtrejt, kanë përdorë e në tash është trendi ke unë. Po qish dhe shtredhin te i bezotni? Pare! Pare. Në kanë qish të Pare. shtredhin, qish do të shtredhin Pare. te, ka shtrejt te, mo. Kur gja mu sa në më shtredhin, se s'ka mune. Qish dhe më shtredhet jo mu, më ka shtredh allaj. 2 dekada. Nuk janë pak, Nuk jon, a? nuk janë pak. More pak jon. No, po por ju me pas punë se ju. Me jashtëzakonorët ju. Zotni unë fjallë. Unë mendoj se ta presim pak shkurt kështu. Te të vinë ronë se unë bashkëpunoj me jashtëzakonorët, ndërsa te të kanë lënë manësh. Që kjo është muhabeti. Ma nuk ka problemi se më kanë lonë ma në shmu, o zotni. Po pona se te ti kanë marrë mend kitë. Kja nëjës të fëlish me numra binar, me 0, me 1, shqip, ofla. Mend me ti kanë marrë, te nuk e shef me. Unë ko matë shumë mend sa që nuk meren kolaj. Po liebe ti qish mend, kiebe ata që ti marrin mend, nesër ti marrin ponët, mas nesër do ti marrin kompetencat, kit me gos klin, me mos klin, me kit sendet. O ti,
Mobe se s'ke pas punë me ato, o zotni. Po normal se s'kom pas punë me ata, që ta i kom punë e ne duhet pak të mpremtoni vakët, të mblini pak kohë qofim ne si dhe Si do të lojbe të vakët e është të hongëni, a i ke pa be Hashimi me njësej si duket. A i ke pa. Une s'kom pas shumë vakët ta shof se si duket. Të hambe shpertin të qëtë. Pa i me mund shpertin të i të qëtë. Dë difton e koha kush kujt do t'ja qese shperti. Se vaka qit juve shperti nuk do me thonë se t'ma qese në mua Ma i kom gris dokmesha në o zotnej. Po që ne i kina bji shikir zotit dokmesha, ne do t'i shkepim dokmeshat. Nuk e kom problemin unë se te dhe ta qese shpertin, për dhe na qese shpertin e në te neve mrapa. Am kupton o zotnej, se fondi te bo që shdush, Allah. Do me thonë të zotëri Qajani tho se jashtëtoksarët do kjenë, respektivisht kryetari jashtëtoksarëve, zotëri Hashimi Menjisi, do kjetë ndikim në politikat e kësa milionerit në nivel komunal. Unë se di pse keni formulu këtë fjallën se unë jam kandidati jashtëtoksorëve. Unë jam kandidati panvarë kësa milioneri i cili kandidoj për qytetin pa asnjë prapavi. Libe ato muhabete, o zotni, libe ato muhabete për o regjia të përgjigjem se më ndërpreu muhabetin. Ki nuk e dimbe si është punësh me ata, po shpertin be ta mere. Shpertin be ta mere. Do me thonë do kjenë ndikim në politikat. Nuk ndikim, nuk në politik, po për dit. E në politik, e në kulturë, e në sport, ka kitë sendet. Shif, Ka kitë sendet o vla. Nuk ose ka kitë sendet, ju shifet se pse nuk bashkëpunoni mo, se e kam pa se ju nuk jeni kompetent për atë punë. Politika nuk është për mendje vegjlit, është për mendje mdhit. Lutem tash, politika është si shah, si loj shahut. E ke parasysh, po se dini ju se si është shahut, do një herë do sakrifikosh një piun, do një herë do sakrifikosh dhe një kal, do një herë nëse duhet do sakrifikosh e një kralicën. Mirë po, duhet kjesh qëllime. Unë, si Ksamil, unë kom qëllimet e mia, që dua ta arri në qytetin tim. Qëllimi im është për këtë qytet, që ta avancoj qytetin tim, t'i bëjt mira qytetarve të mi. Nuk kam unë një jetë t'ju ndihmoj jashtëtoksorëve, unë e kam punë me njerëzit. Po pse nuk e shfaqet e një jetin para se të thonë ato? Po se kam pas mundësin. Ata ma dhanë mundësin tash. Edhe unë e shpalli këtë euforin time për ta regullu qytetin tim. Sakrifikoj do sende ndoshta. Nuk regullohet. Jo, regullohet ajo. Unë kam ambicje, unë du ta regulloj këtë qytet. Po ti mund t'kesh ambicje, ma ti nuk je për atë Me punë. ty edhe me njerëzit me mendimet e juja si jonë këtu. Mendoj është niveli ullët i mendimit. Ju s'keni kështu ambicie për ta reguluar qytetin. Ju keni pas mundësi ta regulluar. Më te me çdo kush vetëm do të bësh kryetar, o vlla, unë du të bëhem kryetar që t'i shpall aftësitë e mia dhe ta rregulloj këtë si e keni lënë ju. Unë mendoj se ju keni pas mundësi ta rregulloni goxha kohë, nëse nuk jam gabim. Se keni rregulluar, e keni zhytur. Ku e kena zhytur? E keni zhytur Në baltë. Në baltë, e keni çuar lumin në detin e gje, tu pas ta çoni në Gjuric. More shoku Ksamil. Kjo tregon se ju jeni të pa aftë. I nderuar Ksamil. Më lejo të bëj një pyetje. A keni pas së fundmi takime bilaterale me jashtëtoksorët, me kryetarin Hashimin Menjisi? Takime kështu në 3 sy. Po, në 3 sy, 2+1 kemi pas, po, është e vërtet. Kemi informatat mbrëmshme se ata do t'ju mbështesin juve me votë. Ja mbështesin në atë sa merti. A çfarë kërkojnë ato në këmbim të kësaj mbështetje? Ato kërkojnë vetëm une që ta udhëheq këtë qytet. Kur zot tjetër. Ashtu, o? Mendoj ato Ai e saglon. natyrisht duan që të marrin pjesë në këtë qeverisje. Mirë po, ne dhe bëjmë maksimumin që ta bëjmë reciprocitetin. Mendoj t'jetë Qeverisja reciproke. lutem. Do me thonë e pranon se e ke mbështetjen dhe ke partneritet. Po pa tjetër e pranoj tash. Dhe do të ndani pushtetin me jashtë. Mora e ka të ndani. Mora e ka të ndaj regjia, se në fillim e di si do t'i vija Hashimi. Ai nuk është, ai është shumë gentil kështu. Ti thotë që e din edhe se është gentil, molto gentile. Pati më ja kallëzo babës kufit e arës. Sefte dhe thotë,
a ka mundësi të ta marrë gishtin, pastaj do thotë a ka mundësi të ta marrë edhe gishtin tjetër. Dhe në fund të ta marrë dorën. Krahun. Pa. Ç'është do të marrë shpirtin këtij? Me gentilencë, thotë, Ti sa merr? Po a ka mundësi këndi ta shtrëngon gishtin? Takën e qetrin, thot, ai merresh ne, këtë ne ti kur do ta marrë krahin, më do të thosh, katare se morë kinë çapi shkrahin tjetër. Po, masi ta merr krahin e balancer. O balancer. Balancer. Një aplauz për te. Balancerin në tema smetetesh. Ksamil. Unë mendoj se unë nuk smetetem. Ti Unë e smetetesh. kom balancera, nuk e ne ke durët, e ne ke komët. Unë jo Ti dorën do e të thosh dëgjosh mekanizëm tjetër të balancimit, ha? Unë do balancohem ndryshe, po pa tjetër, ne kemi ambicie, nuk jemi si ju, jo ambicios. Ne jemi ambicios dhe ne zot, do ne. veprojmë sipas parimeve tona. Ne parime kemi ta çojmë pushtetin ton dhe Përpara. qeverisjen ton përpara Pa, si për dhe të avancojmë popullin ton për të mirën e popullit ne punojmë. Ama ti për të mirën e popullit ai ne s'ka e prapa. Shko be vlla merru vesh me popullin lirë shtoksorët. Unë dë ap përgjigje mbas zgjedhjeve zotri. Unë nuk rrej me te këto të bëj thashe thëme për këto si i thuni ju, as ka ndodh, as nuk do ndodhin. Unë e kam atë vendosshmërinë time, unë e kam bindjet e mia. Si thash, politika është punë e rëndë për ju Po në ron. çobana, me nder me thonë. Ja, kush më thot? Se, po, që do vë thomë unë juve, ju s'ja keni iden se si bëhet politika. Tej, Duhet pak zotnej. t'jesh sabër, duhet pak dish ku ç'isht folish. Jo si ju si ku vëfteket ç'ish duni folni, qit këto mu ballafaqohesh te me mu politik, kur 20 vjet as nisen nuk keni bëm, difton mu unë ta ç'ish do bëj. Rej tros atë More zot ne ti mendon se atë shkollajo të bësh? ju hini ç'kshow, pambuk. E O, kje, zotnej. ti kje parasysh. Ti unë shumë merr te zot ne ku do dalish, ama ti mendon se atë shkollajo të bashkëpunosh me ato? As nisen nuk është kollaj. Ashtu, ha? Nuk ka kollaj. E po që inshallah i fiton zgjedhjet, po të difte mrapa. Amin. Do me thonë, zotri Çajani, për eksperiencës tuaj që thoni, për të qenë funksional bashkëpunimi me jashtëtoksarët, do të kesh te fuqi politike, do të kesh shumicë votash. Mor vlla, duhet kesh shumicë votash. Duhet kesh mende, duhet kesh takat, kitbe duhet ti kesh. Kreti kina. Ti rresh ball Hashimit me Nisej. Kreti kina. Po nuk është be kollaj. Nuk është kollaj, kur gjo nuk është kollaj. Po ne mendojmë ne kina guxim, kina marr guximin që ta ballafaqojmë këtë problem. Pa hajde të shohim që masi ti fitosh me i fito, dro me i fito zgjedhjet tek. Unë jom I bindet se me këtë platformë që e kom shpall unë 3-1 do I fitojmë. 3-1. 4-1 mbaret. Kush do jetë gollman? Ju s'dini e të branit. Dyshe, shumë Okej, dyshe. me sa shoh unë, problemi kyç I përçarjes tuaj brenda shoqërore dhe partijake ka të bëj me mbështetjen sekrete që ka tashmë sekrete. Nuk është sekrete se e din kitë, është palos. Po nuk dinë në sekretet maj. Nuk ka nevojë me pa jashtëtoksorët. sekrete. Nuk është vetëm ai problemi. Thash, nisi si një konflikt interesi. Mirë po ajo se ka prapa via, unë se disha. Tash pas ju përballuam me zotriun në fjalë, mora vesh. Simas informatave që ne si redaksioni posedojmë, ka ndodhur një përplasje mes jush për çështjen e urbanizmit. Ka ndodhur një farë përplasje, sidomos për katin e ditat me xhama, se keni pas tendenca, respektivisht zotri Çajani ka pas tendenca për të aspirata për të marrë disa pjesë të katit ditë. Unë dusha të bëj stadione? Unë katin e parë e di se është më e stërmbushur. Nuk ka vend më, ke kati parë që të bësh. Tash katin e dytë e hapim për popullin që don diçka inovacion. Mirë po zotri Çajani insistonte me këmbëgulje, me qish nuk ngulje, insistonte, do me thonë shumicën e parcelave të pronave qelqore, timore dhe ti privatizone, ashtu I bi, ashtu. Që ta kemi qartë. Une shumë thjesht e zaptova një pjesë, nuk e zaptova. Kushtimisht thënë, une zaptova, do me thonë
hajde që të thona se e kom rrethekon një pjesë ku ishte me gjall, me gjama, si thot ju. Po, zotri pijama si. Zotri pijama i kishte dizajnohat, e ne ishte gjam pa fuga. E nu më shkoj U fuge. Jo pa fuga. Ishte pa fuga, edhe thash ta bëjmë një kështu një teren për patinash, për të rishit. Fëmijë të rriturit, për kitë moshat. Ju Kupton? rëshitni, po. E ne më shkoj si ide, e ne une e selektova e dajta një pjesë, vin njeriu, te ke marrë atë pjesë, do në ta fugish në emnin tënd, ku e di çfarë. Kot e kot. Tu e pash në Si be jetin. kot, si mund ta marrësh te pronën e qytetarëve? Po nuk e marrë be pronën unë ta shikish, po e prona atë ide jese. Po prona atë ama e jot jo është, nuk është Nuk qytetarë. është be qyteti do të jese, patinash për të rishit do ta bëj. Po nuk rëshit be kit populli si keni rëshit ju. Ju rëshit një populli ndoshta nuk don të rëshese. Unë mendoj se ju Kisa duhet kupton be mu. paktën duhet pritni të fitoni mandatet. Thon kati dit hala nuk o kërkondi. Paramendo Kati dit kur do nuk o bëhet. kërkondi, ju veç keni fillu me acarimet për parcelat e kati dit. Son merën vesh unë me këtë regjian. As se si unë son merën vesh, prandaj e dusha ti pasoj do pon, po shiqir që i patën e ju, i keni qarta do disa Po sende po, se shqyqir se pa në populli, se ju para se me u kriju diçka, duni ti merrni kret ponat për vete. e ne te para Si se çdo herë si i keni marrë për vete, por tashmë nuk ka. Mbaroi ajo koha. mbaroj a. Po. Jeu. Tash si duhet ashimi ne e çojmë plu e valle, nuk Te ju. të qysh ashimin. Hajde shohim kush do ta çon Do ashimin shefni. lu e valle. Hajde ta shohim. Dhe ina gjallë, këshmet. Qofshim mbas zgjedhjeve dë shefni ju ashimi pajdushkën si e lu. Pajdushkë. Po. Ai pajdushkën e luna ma shotën atë ta luaj. Ene atë dhe lune, turski quqekun dhe ta lune, nëse do. Qoqekun turk. Quqekun turqe. Lulën turke. Pa. Se ju Se di regjia, sunë mësut, si ta përdorni. nuk kom. Okej, atër për zotri Jonerin ja dim planet, vazhdon të jetë kandidat për kryetar komune. Shpresoj të marrë sa më shumë vota, sa më shumë besim. Planet politike të juaja zotri Çajani. Planet për të politike ardhmen. të mijat janë kështu. Unë këto zgjedhje dë pauzoj, nuk bashkangjitem, si që thash më përpara, a dë shefemi zgjedhjet tjera se kush është më i fortë e në kush din më mirë të komunikone, e në të bashkëpunone me jashtë toksarët, e në kush ka më atë tepër fuqi. A do të thotë kjo se do t'i bëni opozit? Po, e nuk opozit, mboksa opozit. Do të jenë mirë në opozit. Po, Të fryqëm. une, Dhe u zhdukim prej fushës rëshqice, qelqi. E, Sun dhe rëshqitnim. Hajde të shohim kësmet. Do me thënë planet e meja janë, une vazhdoj zgjedhjet tjera karshi zot njut. Nuk du me këtë kim, po në të shofe ki se si punohet, se vonjëm, më fushatëm, nuk kom se si ta... Ne i kemi ambicjet tona, ju tujat, do shifemi ne në zgjedhjet Përveç e radhës. kryetar Lëkut, ambicje për gara republikane parlamentare, a keni zotri Po, pa tjetër. Joneri? Mendoj pasi të fitojmë në këto zgjedhjet komunale, nëse kemi rezultate të mira, ashtu si na tregojnë anketat e Jupiterit, shpresojmë se edhe në garat parlamentare dhe të shkelim binqëm. Anketat e brendshme të Jupiterit aty jashtë. Edhe Shkini mbreshme ke kati para, ke kati ditë. ke dy katet. Dë shkelim e natë, në fejt dë shkelim. E natë dë shofim, mund të shkohet në zgjedhjet e parakoshme. Dhe Po, dhe presh një qeverina. Po pse të mos? Mendoj ne si thash, ne kemi ambicie të mëdha, nuk është vetëm se ta rregullojmë vetëm qytetin, ne duam ta rregullojmë edhe shtetin. Dhe regulloj shtetin të ermofshkin. Po te e fkate zot një pijamën të ta bëhe katin e dit pijami, ke shku ka fkat gipsera që ka fkat nuk e di që ka fkat me gips një pjesë të ashto që O zotri, ne kur e dham fjalën se këto ndërtimet do t'i bëjmë me kvalitet, edhe atë me kvalitet zvicre. Po. Tash ju duni kvalitet zvicre apo unë s'boni, ndërsa une kam njoftësitë e mia, edhe kam për shembull firma zvicër që punojnë me kvalitet zvicre. Për shembull njëna prej firmave është firma e Lulzim Selmanit. Po, njeriu bën fasada, bën me gips mrenda shpejen, do me thonë e drejton, ka specializime, ka moleraj,
Gipsi Ranje, do me thonë ne do t'i ndërtojmë ato me kvalitet zvicre. Tash nëse ka dhe një ma mirë se Lulzim Selmani se i punon ato në Zvicër, unë se di. Unë do e marrë zotri unë, ne do t'a ndërtojmë, do me thonë ato ndërtesat kolektive që do t'i bëjmë ke kati dit, do t'i bëjmë me zotri Selmanin aty. Ama te mund t'a nervozosh në ato. Aj nëse nervozohet, aj mund të ne me qelë sa ndorë të vape banesën njerëzve, se nuk o vetëm se fasadën e në gipsin mund t'a bërë. Aj mjafton me fjalë të mira. Një duar trokiqe për zotri Selmanin. Ju lutem, faleminderit. Një duar trokitje do me për thonë, zotri Selmanin. Zotri Joneri, vazhdon të shtojsh partneritetet Po tuaja. të lutem, ne partnerët Vazhdo nga me ki, diaspora. vazhdo me ki nga diaspora, nga nuk e di ku momën e ka përqeret, vlagun e ka. Po me si thonë- vllagun e kemi Ministri Transporti. Qa? Ju me Ministrinë s'keni bë as ti sen. Ne një vllak erdh e ana shkaloj problemin e Ministrisë Transportit. Gjithçka çka ka nevojë të bihet pi Zvicrën, Maqedoni ose prej Maqedonie në Zvicër, pa me pas probleme me doganat, njeriu i rregullon problemet. Më i fortë ose Ministria e si? Transportit. Po si? Me një llav goje, thua, kësa milioneri më ka çu njerë këtej, fkatni pejt ne shef si dhe jenë. Më luj. Lutem. I Uj ke fort. vllagu, kësa milim ka çu, kemi diçka të transportojmë ose të doganojmë, edhe shif si ka përcen atë. Respekt. Ta ndjeki fushatën kryetar. Ta ndjeki fushatën e më pëlqen ajo aktivistët që i hecën me këto, me veturat e mamës. Lutem tash ne kemi synimet që ta bëjmë pak këtë fushatën pak ma lehtë për qytetarët, pak ma atraktive. Do me thonë ato që ngelin rrugë ne nuk ka bjerë ma fkate atë, fkate këtë, e fkatën momo, shkon në aeroport nëse ke ngel, a dë vish të morësh, nuk ka që të vish të morësh, tak fkatë, njëtë. I fkatën ato e në thue kësa milim ka qoke ju. Po. E në shef me një herë e merë veturën pa asë një problem. Ja, pa më bo kryetar. A keni angazho, keni rezervu veturat mamës për këto që do vinë Për fushat? Bashkëqytetarët tonë që do vinë të votojnë Të gjithë bashkëqytetarët e mi rezervohu. diaspora që do vinë do të I ke votojnë, rezervohu. krejt do të transportohen me veturat e momos, pa tjetër, nuk si ju me autobuza. Nuk e di. Edhe një pyetje. Urnoni se është kurios pak regjisori. A do të përdorni një trenin bullgar këto? Treni burgar, ama dhe ish ke sobe të ziqës. Ne këto janë specializuar te treni bulgar, ne nuk e kemi, ne vallen e pinguinit e kalojmë. Mendoj. Është Teknika vekjo e pingvin, nuk e di, nuk e kom so, ala. nuk e keni mësoj ju, kërkoni debat këtu të boni me mua, e ne diftoni këtu muhabete për qarse, për të shofim ju si të kaloni zgjedhjet e radhës. Dhe shofim, nuk ka problem. Vazhdo të zot ne me kandidaturën tënde, unë e vazhdoj me punë të meja, te i suksese, inshallah, qish dush bofsh. Do me Ishte, thonë, je i vendosët zotëri Çajani se nuk do të përfshiheni Jo. në këtë fushat. Absolutisht, me kështu tipa, jo. Nuk do të përfshien se kanë mundësien. Kupton se shkon me pas mundësi edhe syt t'i qesin. Shkon e bën hashimin me nisej, shokët e vjetër i fugën. S'ka problem, zot ne, vazhdo. Ju jeni ata Vazhdo. që i hudhni shokët e vjetër, jo ne. Unë mendoj se është dhe momenti ta mbyllim këtë debat. Ba, mondet, nuk Se ka. koha televizive për ju mbaroj, mendoj çka ka paguajt zotëri Joneri. Ma shto, nuk pagun qo për debate ma shumë. Nuk vetëm të për do të thosh kampanë. faleminderit që të ka paguajt përballjen. Ti kërkon përballje me mua, unë ta paguaj edhe përballjen, edhe ti urinoj këpucët, edhe s'ke çka bën. Si s'te vjen turp. Faleminderit shumë që na Atë ndoqët. mund ta mbyllish zotëri Joneri këtë debat, e ke nderin dhe respektin për ato pagesat javore që i bën në drejt emisionit tonë. Faleminderit shumë. zotëri. Faleminderit edhe juve që na mundsuat këtu të debatojmë me këtë paçavrën këtu. Dhe shihemi përsëri javën tjetër, miru pafshim. Ma ishte. Sosi? Sas. E ke qajt. Bravo. Troku, besë që kështu dë njerë duhet zejena njerëzit mendojnë se jena copa. Pa që qatë me të thash? Gjimsa ti merë ti, gjimsa ti marru, nuk shpërndahet vota. Te i, Kupton. dhe i resh dhe me thonë që kësa njerë fond. Njerëzit mendojnë se ne zejena. Dhe ato që jonë të revoltohet me te, dhe vinë ka unë. Ato që i dhe revoltohen me mu, dhe vinë ka te, Po. fund kur dhe duhet bëhet dhe një sen, kitë votat dhe t'i fesim me një thesne,
E ne rregullojmë. I shkollaj pa unë. Bit në është se ne din këshon publik ma dishmonin ata dish. Qish fola të në zejnë atë capat e buën. Ama prap, po një fondit o vlla, nëse ta ha mishin kacin dhe ta rujbe, Bese, po hashimit me e preshim qefin. a me një hashimin do ta rregullojmë. Më na diktora. Rejra ate.